disa viteve ka ndalë disa foto të kryeministrit duke bërë plazh nudo. A mendoni se mund të bëhet e lishme që edhe në Shqipëri të bëhet plazh nudo? Po, unë dhe e dashura ime arrim të zhveshur në banesë, atje ku jemi në Francë. Flasim për ambiente publike, jo për banesë. Po, ka dhe plazhe publike, dhe me thonë, nudo që janë në Nice të Francës dhe në Florida të Shqiptarëve. Dhe me thonë që është diçka e natyrshme, pavarësisht se ne jemi 90% e popullsisë është muslimane dhe mund ta konceptojmë si diçka të rëndoptë apo diçka vulgare, ndaj dhe u bë përshtypje si kryetarit të PD zotit Berisha, po ashtu edhe këtyre partive të vogla Nis Pathurja apo Mundësia. Dhe kështu që kjo është diçka e natyrshme, pasi siç e dini dhe në Greqi dhe me thonë tolerohet zhveshja në publike, dhe me thonë, po ka vendet posaçme, nuk mund ta bësh në çdo vend, dhe nuk është diçka e madhe, dhe me thonë zhveshja në publik, por nuk është për fushat elektorale, ajo thjesht është një dëshirë vetjake e personit apo në rastin konkret të kryeministrit. Faleminderit.